Si ishte për juve kur veçrat në kontakt me familjen Rostemi edhe të paktën ta dini ku e ka babgjyshi varrin në Kosovë? Po, ishte, shiko, ai ishte një moment shumë i gëzueshëm. Nuk është moment i gëzueshëm si ke gjetë robën e vdekur, po është një moment i gëzueshëm se baba e dinte ku ka varrin e babës. Baba e dinte dhe kishte njerëz dëshmitar që kishte dhënë me ta. E kishin varros, e kishin përcjell në mënyrën më të mirë mas sikur një mashkull të shtëpisë. Babën gjyshin time kanë trajtuar dhe e kanë vlerësuar shumë familja e Rostemit, familja në Velan. E kanë respektuar se çdo dek, çdo tasëm, ku është thirrja e familje, gjyshi im o kanë i pari, e kanë vënë para me flamur, si në dasëm, si në dek, ai ka pri. E kanë respektuar dhe kjo është faktike. Unë e kam jetuar dhe kam nana e Elmisë ka qenë 95 vjeçare, ka jetuar rreth 5 vite mas që jem takuna me këtë familje. Ajo na ka shpjeguar gjitha ato çka ka ditë për jetën e tij, si ka ndaj, ku ka shkuar, ku ka ardhur, si kanë trajtuar mashkujt e kësaj shtëpie, edhe si u vlerësuar puna e tij, edhe na ka treguar një dëshmitar i gjallë. Për një ishte gëzim. Si ishte kontakti i parë me familjen Rostemi kur erdhë në komunën e Vushtres, në fshatin Novolan? Si ishte kontakti, me qenë se për juve ishte një familje e panjohur, po megjithatë ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm sa i përket babgjyshit tuaj. Si ishte ai komunikimi i parë me familjen Rostemi? Fillimisht patar baba me atë fshatarin ose atë vllaznis ton, atë Musli Shaban, si u takua Elmia në Lersh me ta. Fillimisht kanë ardhur vetëm të dy. Herën tjetër kam ardhur dhe unë me babën, vetëm ne dy. Por u prezantuam, u njoftëm dhe kishte shumë tipare që u përputhshin pa çugat. Pa një të historikë fill. Se me njëherë gjatë muhabetit për tregimin e Shqipërisë, si kanë gjendë atje, si kanë këtu, edhe me letrat tona që ka dërguar, domethënë u bë e mundën e këtë zbulimi i tina. Atë familja në Velanit, një familje e nderuar, e respektuar, ne jemi mirënjohës për atë familje, të cilët kontribuan për nxjerrjen e jashtrave. Në vitin 2004, me datën 8 maj 2004, ne e bëjmë mundur zhvarrosjen e jashtrave këtu dhe rivarrosjen e fshatin e vet, ku e kishte lënë amanet për zgjalli, kur do të kthehem në Shqipëri, amanet po ja lëm me mëçu me flamur. Ku qesi. Edhe do të thotë e ka lënë amanet që patjetër mu rivarros. Amanet kur do të kthehem i gjallë në Shqipëri, sa nuk e mendoj se kur si kthehet i gjallë. Mirë po e ka kuptuar se ai në Shqipëri s'kan më, se e dinte çfarë regjimi, çfarë burgu e për në Shqipëri. Edhe thot amanet do më çoni me flamurin Kuqezi. Edhe këtu kemi ardhur në Vushtri, kemi bler flamurin, ja kemi vënë, të cilën ja kemi edhe fotot që e bën në vitin 2004, dhe zhvarrosjen e Ti ktheni nga kamera të shohim edhe të shpjegoni një nga një? Këtu jem në momentin ku kemi ardhur në familjen e Rostemit. Këtu janë Elmir Rostemi, Agim Shahini, Gani Rostemi, Beqir Rostemi, Nazmi Rostemi, Sadri Recep Sylaj, i biri i njerit, janë migja em, Mal Recep Sylaj, migja tjetër Ali Recep Sylaj, edhe kurse këtu jemi të varrezat e fshatit në Velan, ku është familja e Rostemit, familja Rostemaj bashkë me ne, të cilët e kemi vu edhe flamurin, amanetin e tij tek varri dhe jemi nisë për Shqipëri. Këtu është baba jem me familjen e tyre këtë.
janë Nazmi Rostemi, Ilmi Rostemi, Gania, Beshiri, është edhe Musli Hoxha, që mërë pjesë në ai dëshmitari që takohet Ilmi Rostemi me ta në Lezhë. Këtu jemi në oborin tonë, në fshatin, në vendlinjen e tij, në fshatin Shumic, ku aty marrin pjesë disa shoqata e veteranëve të luftës, shoqata e panjekujve politik, kryetarë bashkie, kryetarë Partisë Demokratike, dhe janë gjitha institucionet që marrin pjesë pas 45 vitesh, eshtat e tij rikthehen në vendin, në varrezat e fshatit vet. Pra, është një kohë gjatë, po një kohë që tregon bujarin, mikpritjen, tregon që ka një familje që ka pas dhimbje, ose dhimbje dhe dëshirë për të një dikon, për ta përkrahur një njeri të vetëm, i cili shumë herë thoshte në arkë kësi kishte lënë familjen atje, kishte lënë fëmijën e vogël, edhe nuk e dinte as mirë se çfarë mos është marrë për ta atje në Shqipëri. Nuk e dinte se djali i tij i madh, 14 vjeçar, është rrit në kampin e Tepelens. Domethënë ishte njeri shumë i mirë, shumë i aftë, po regjimi e detyroi të largohet për mos me ranë në burg në Shqipëri, u dënua më shumë se vllai i tij, ose se nipi i tij. Megjithatë, nuk ishte e lehtë për juve si familje ta bëni një rivarrim pas 45 viteve. Me të vërtet e ron, po duke marrë parasysh megjithatë, siç e cek edhe ti më parë, një farë forme, një farë lumturie, për shkak se të paktën e din ku e ka varrin edhe ta vizitosh varrin e gjyqit. Është shumë e rëndë. Unë bashkë me këta fshatarët në atë rrjetin e familjes të Rosteme, e kemi nisë lopatën e parë dhe kemi nxjerrë eshtrat mas 45 vitesh. Mirë, për babain e pasha që është i mërzitur, po sa i mërzitur ka qenë shumë i gëzuar që ka gjetë varrin dhe ka marrë varros në vendin e vet, në vendlinjen e tij, ka varros aty ku ka lidh dhe ka jetuar, edhe për ata për ne ishte gëzim atku. Sa ka qenë edhe idhnin, ndoshta me ikjen e me largimin e shkputjen disa viteve të jetës, por ky ka qenë gëzim për ne familjen, të cilën e kemi gjetë, e kemi marrë, e kemi dërguar në vendin e vet. Megjithatë, familja Rostemi për vite të tëra tregoi një zemërgjërsi shumë të madhe për gjyshin tuaj, po edhe përcjellja e fundit ishte një përcjellje tamam madhështore, duke ardhur edhe ju nga Shqipëria për me rivarros, gjithashtu edhe ata gjithë njerëzit cilët keni ardhur, është bërë një pritje e jashtëzakonshme. Në datën 8 maj, organizohen, pasi kishim lanë se dy familjet që do vim atë ditë, vim me 4 makina nga Shqipëria, me kamerën, kemi gjithë shka të filmume, i kemi bërë një ceremoni. Keni qenë një ekip madhështore edhe me gazetarë. Kemi qenë me gazetarë, kemi ardhur në familjen e Novelan këtu në Rushtri. Gani Rostemi ka përgatit drekën, dhe të gjithë kemi hangër drek, nuk na kanë shuar. Ne kishim ardhur që të vim të kryjmë punët, kthehemi atë ditë. Kemi shku te varret, kemi nxjerr eshtat e gjyshit, i kemi vendos në arkivol, me flamurin kuqezi, makina ishte përcaktuar për transportin e tyre, dhe bashkë këtyre pjesëtarëve që kishim marrë, të gjithë kemi hangër drek, nuk na kanë prit në mënyrë më të mirë më. Janë ardhur me ne në Shqipëri për ta çuar deri në varrezën e vet. Në vendin e vet ka ardhur Ilmi Rostemi, Gani Rostemi, Beshir Rostemi, edhe Nazmi Rostemi. 4 më të moshuamit, më të vjetrit e kësaj familje, kanë ardhur marrë pjesë 2 ditë, kanë ardhur me datën 8 dhe me datën 9 është bën varrimi në Shqipëri. Domethënë e kanë kryer amanetin deri në fund këta.